Përshëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Do të marrim disa mesazhe të orakullit për ditën e sotme. Bashkë me disa mesazhe të diellit, yjeve të hënës. Çfarë thot orakuli dashurisë për ditën e sotme? Jeni një person i maturuar. Ju uleni dhe shkruani në ditarin tuaj dëshirat për t'i bërë realitet. Jeni një person i fuqishëm. Keni zgjuarsinë, diturinë, energjinë pozitive. Jeni një person hynor në univers. Ju gjithmonë jeni person i cili keni lidhje të forta me universin. Përcjellni energji pozitive. Keni një energji të fuqishme pozitive që e përcjellni tek i dashuri juaj, te çdo person. Keni gjithmonë atë brenda vetes tuaj paqen, doni që konfliktet t'i zgjidhni gjithmonë në paqe, sepse në jetën tuaj jeni gjithmonë në pjesën e mirësisë dhe të dashurisë. Pra, jeni brenda vetes tuaj gjithmonë dashuri dhe mirësi për njeriu që ke pranë. Je një kalorës sot, një kavalier, që hypën këtij kali dhe i dhuron të dashës tuaj një tufë me lule. Keni përputhshmëri. Në jetën tuaj gjithmonë keni një përputhshmëri. Jeni në këta pëllumba të paqes në univers dhe përshëndesni me dashuri njëri tjetrin. Këto ishin disa nga mesazhet e orakullit të dashurisë. Tani do të shikojmë disa mesazhe të yjeve, të diellit dhe të hënës. Në zemrën tënde ka dritë që se kanë as yjet. Yjet na mësojnë tot durimin për të dashuruar pafund. Jeni bërë nga një yll, flur, yjesh. Kjo është arsyeja pse të ndjej kaq pranë. Pra janë mesazhe dashurie. Mesazhi i diellit: kur të dua ndjej sikur kam diellin pranë. Kam gjetur një vend në gjoksit tënd. Dashuria jote më ndriçon dhe kur bota më duket e errët. Në rrezet e tua gjej paqe dhe dritë. Dhe hëna, mesazhi i hënës: drita e hënës më kujton për qafimin tënd të qetë. Dashuria jonë lundron në detin e qetë të hënës. Në çdo hënë të re, shpresoj për një fillim me ty. Këto ishin mesazhet e diellit, të hënës dhe të yjeve. Faleminderit miqtë mi të dashur.